Sapo ka nisur protesta e 12 e qytetarëve shqiptar përballë kryeministrisë, ku kërkojnë prej 12 ditësh tashmë largimin e Edi Ramës dhe qeverisë së tij, një kaos që është zgjeruar dita ditës me largimin e të gjithë establishmentit politik. Çdo ditë më të shumtë në numër, mijëra protestues po i drejtohen kryeministrisë, duke u nisur nga sheshi Skënderbej, aty ku kanë pikë takimin e parë, në një protestë që zgjat për orë të tëra, deri rreth mesnatës me marshimin tashmë tradicional çdo mbrëmje nëpër rrugët e Tiranës. Mirëpo protesta në shesh trazoi seancën e sotme plenare në Kuvend. Pavarësisht se rendi i ditës përmbante 6 interpelanca e të tjera pika të rëndësishme, gjithçka doli jashtë teme dhe kryefjala e vetme e debateve dhe përplasjeve mes palëve ishin protestat. Demokratët u munduan të përfaqësonin protestuesit, qoftë me pankarta simbolike në parlament, qoftë edhe me refrenin e famshëm në kor, Rama jep dorëheqjen. Mirëpo për socialistët ky qëndrim ishte pak i habitshëm, pasi kolegët e mazhorancës i kujtuan kolegëve demokrat se që nga dita e parë kanë qenë pro investimit në Zvërnec. Çfarë ndodhi tani që ka ndryshuar qëndrim? Dhe kjo nuk ishte kujtesa e vetme në fakt, pasi në këtë rast socialistët kishin të drejtë t'i kujtonin demokratëve se nuk janë të vetëm në sloganin e kauzës protestës, pasi kryefjalë është kërkesa Raman-Burg-Berishan-Burg. Palët u përplasën ashpër me njëri tjetrin. Duket se më të zëshme ishin forcat e reja. Agron Sheha, Erald Kapri dhe Redi Muçi i kërkuan llogari të fortë mazhorancës për atë që sot shqiptarët kërkojnë në shesh. Ndaj dhe përplasja më e fortë nuk ishte mes deputetëve të Partisë Demokratike dhe atyre socialist, por mes forcave të reja dhe mazhorancës. Nën presion për situatën e sikletshme në të cilën ndodhen, socialistët u munduan ta kthenin heraherës në sulme personale për të mos qenë aq të turpëruar në përplasje. Mirëpo edhe sot kryeministri Edi Rama nuk denjoi të ishte i pranishëm në seancë plenare, pavarësisht se opozitarët e kërkuan. Madje jo vetëm kreun e qeverisë, por edhe ministrat. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku deklaroi se Shqipëria tashmë është ngritur në këmbë dhe qeveria socialiste duhet të dorëhiqet. Nga ana tjetër, në deklaratat brenda dhe jashtë parlamentit ditën e sotme u evidentuan edhe përplasjet brenda Selis Roz. I pyetur nga gazetarët, sot Tauland Balla injoroi publikisht Elisa Spiropalin pas reagimeve kritike të kësaj të fundit lidhur me protestat, por jo vetëm ndaj qeverisë. Balla tha se Spiropali nuk vjen fare në mbledhjen e Partisë Socialiste. Megjithatë, në seancën e sotme plenare, opozitarët i tërhoqën vëmendjen socialistëve për të pasur një kujdes të madh. Të jenë vigjilent, than ata, se mos protestuesit i hedhin në kosh, sikurse ka ndodhur në vende të tjera jo shumë larg nesh. Ditën e sotme në media u raportua lajmi se kreu të Partisë Demokratike Sali Berisha i është hequr sanksionin non grata nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, sanksion që u vendos në maj të vitit 2021 me motive korrupsioni. Sipas raportimeve të ditës së sotme, vendimi i Berishës i është komunikuar përmes një bisede telefonike me të ngarkuarën me punë të SBA-ve në Tiranë, Nancy Van Horn. Megjithatë, ajo që ra në sy ditën e sotme ishte se Berisha nuk u prononcua mirëfilli për këtë lajm. Ai u mundua ta pranonte modestisht me 2 fjalë të shkurtra, njërin në sallën e parlamentit dhe njërin për gazetarët jashtë parlamentit. Unë erdha, u krye, apo Sali Berisha nuk ka marrë kurrë non grata. Këto ishin 2 deklaratat kryesore të Berishës ditën e sotme. Megjithatë, zyrtarisht për Partinë Demokratike, lajmin e dha Dritan Shehu në sallën e parlamentit, i cili u shoqërua me duar trokitje dhe ngazëllim në radhët e demokratëve. Madje në një moment, deputetët e Partisë Demokratike ju mburrën edhe kolegëve socialist nga ana tjetër. Mirëpo Tauland Balla u tha se nuk flasin e nuk komentojnë pa parë një vendim zyrtar nga Departamenti Amerikan i Shtetit. Me ironi, Balla e cilësoi këtë si fitoren e parë të protestës. Mirëpo, të tjera raportime ditën e sotme folën thjesht për lehtësim sanksioni që ka të bëjë me lejimin e Sali Berishës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për një vizitë pune ndoshta. Argumenti kryesor i skeptikëve apo atyre që e morën me shumë rezerva këtë lajm ishte fakti se nëse ky fundi do t'ishte realisht i vërtet, nëse Lim Blu do t'ishte fest zyrtare dhe Sali Berisha do dilte me urgjencë në një konferencë të jashtëzakonshme për shtyp. Megjithatë, më shumë do të mësohet në ditët në vijim. Numri i të punësuarve në moshë pune në Shqipëri ka shënuar rënje të ndjeshme në 3 mujorin e parë të këtij viti, me një ulje prej rreth 32.736 personash krahasuar me një vit më parë. Sipas të dhënave të fundit të Instat,
kurrja prek veçanërisht të rinj 15 deri 29 vjeç, ku punësimi ka rënë me rreth 14.400 persona ose 8%, si dhe grup moshën kryesore 30 deri 64 vjeç, e cila ka humbur mbi 18.000 të punësuar. Kjo tregon një dobësim të bazës së fuqisë punëtore aktive në vend. Në të kundërt, rritje e fortë është regjistruar te personat mbi 64 vjeç, ku të punësuarit kanë arritur rreth 140.000, duke u rritur me 14.4% brenda një viti. Kjo kategori përbën tashmë mbi 12% të totalit të punësuarve, nga 10.5% një vit më parë. Sipas analizës së të dhënave, kjo prirje lidhet me emigracionin e të rinjve, plakjen e popullsisë dhe nevojën ekonomike që shtyn pensionistët të qëndrojnë aktiv në tregun e punës. Kjo po ndryshon strukturën e ekonomisë, duke rritur varësinë nga një forcë pune më e moshuar. Nëse kjo tendencë vijon, ekonomia mund të përballet me mungesë punëtorësh dhe ulje të potencialit të rritjes, pasi grup moshat më aktive janë ato që zakonisht sjellin inovacion dhe produktivitet më të lartë. Policia e Tiranës ka zgjeruar dhe intensifikuar kërkimet për gjetjen e Gland Koçit, duke u fokusuar në zonat malore të Pullumbasit dhe Qafmollës, ku dyshohet se mund të ketë lidhje me lëvizjet e personit të dyshuar Armand Shakaj. Hetimet janë orientuar edhe nga dëshmitë e banorëve dhe verifikimet në sistemin TIMS, të cilat tregojnë se Shakaj nuk ka dalë jashtë Shqipërisë, duke forcuar dyshimet se ai mund të fshihet ende brenda territorit. Autoritetet po bashkëpunojnë edhe me institucione shëndetësore, pasi dyshohet se ai mund të ketë nevojë për trajtim mjekësor. Nga ana tjetër, hetimet kanë marrë një kthes pas analizimit të kamerave të sigurisë, ku dyshohet se Shakaj është parë në zonën e 5 Majit dhe pranë bulevardit të ri pak orë pas zhdukjes së Koçit. Pamjet dhe gjurmët e tjera hetimore kanë çuar në kontrolle në banesa dhe biznese të lidhura me të. Një tjetër element i rëndësishëm është dëshmia e një kamarieri, i cili pretendon se ka parë Koçiu në ambientet e biznesit dhe më pas ka parë lëvizje të dyshimta të Shakajt me një objekt të madh, si edhe përdorimin e një makine ku më vonë janë konstatuar njolla gjakue për cilën kërkoi t'i lahej në lavazh, aty ku kamarieri i lokalit të tij u kap dhe u arrestua në flagrancë si bashkëpunëtor në krim. Hetimet vijojnë intensivisht pasi policia synon të zbardhë sa më shpejt fatin e 34 vjeçarit të zhdukur dhe të lokalizojë të dyshuarin kryesor si autor të ngjarjes. Dëshmia e çobanit Aleksandr Kola hedh dritë mbi ngjarjen e rëndë ku mbeti i vrarë efektivi i shqiponjave Enea Mekolli dhe u plagos kolegu i tij Edison Adri gjatë operacionit për kapjen e të shumë kërkuarit Violant Braçellari. Sipas Kolës, Braçellari jetonte i armatosur rënd në stan dhe shpesh merrte telefonata paralajmëruese për lëvizje policie apo persona të dyshim në zonë. Ai thotë se punoi tek stani i tij me një pagë rreth 1200 euro në muaj dhe se kishte parë armë automatike e gjahu në posedim të tij. Kola deklaron se konflikti me Braçellari nisi kur kërkoi të largohej për arsye familjare, por u përball me kërcënime dhe dhunë. Ngjarja kulmoi më 4 qershor, kur policia rrethoi stanin dhe pas thirrjeve për dorëzim, Braçellari hapi zjarr ndaj forcave të rendit. Në përplasjen e armatosur humbi jetën një efektiv, u plagos një tjetër, ndërsa edhe vetë autori mbeti i plagosur. Braçellari rezulton me dënime të mëparshme për narkotik. Policia e Tiranës ka goditur sot një call center të dyshuar për mashtrim kompjuterik në bulevardin Gjergj Fishta, në kuadër të operacionit të koduar Hold On. Gjatë ndërhyrjes u arrestuan 4 persona të identifikuar si Ernest Kurti, Amanti Shili, Elio Dyrmishi dhe Mario Myftari, të dyshuar si organizator ose drejtues të aktivitetit. Në ambientet e qendrës u gjetën gjithashtu 49 punonjës, ndaj të cilëve ka nisur procedim penal në gjendje të lirë. Policia sekuestroi 107 pajisje elektronike, përfshirë 94 kompjuter, 11 celulare, 2 iPad që dyshohet se përdoreshin për veprimtarinë e palishme. Sipas hetimeve paraprake, aktiviteti lidhej me skema mashtrimi kompjuterik të organizuara në grupe pune. Hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë dhe për të dokumentuar plotësisht rrjetin e dyshuar kriminal, ndërsa materialet janë referuar prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. Franca dhe Gjermania po diskutojnë një reformë të thellë të shërbimit diplomatik të Bashkimit Evropian me qëllim përmirësimin e reagimit të Unionit ndaj krizave gjeopolitike. Gjatë këtyre diskutimeve, një nga opsionet është rishpërndarja e kompetencave nga Shërbimi Evropian i Veprimit Jashtëm dhe nga shefja e diplomacisë së BE-s Kaja Kallas drejt Komisionit Evropian dhe shteteve anëtare. Kjo do të prekte edhe rrjetin e delegacioneve të BE-s në botë dhe do të kufizonte autonominë aktuale të strukturës diplomatike. Arsyet kryesore lidhen me mbivendosjen e kompetencave mes institucioneve të BE-s dhe ministrive jashtme kombëtare, si edhe me vështirësitë për koordinim në një periudhë tensionesh të larta ndërkombëtare, përfshirë luftën në Ukrainë, tensionet me Iranin dhe ndryshimet në politikën e jashtme amerikane. Megjithatë, çdo reformë e tillë do të kërkonte unanimitet nga 27 shtete anëtare dhe mund të realizohej pa ndryshuar traktatet e BE-s. Debati pasqyron një shqetësim të gjerë se politika e jashtme e Bashkimit Evropian nuk ka qenë efektive vitet e fundit dhe se strukturat aktuale mund të kenë nevojë për përshtatje ndaj realitetit të ri gjeopolitik.
Ministri britanik i mbrojtjes John Halley ka dhënë dorëheqjen duke shkaktuar tensione të reja brenda qeverisë së kryeministrit Keir Starmer. Shkaku i largimit lidhet me mosmarrveshjet mbi financimin e forcave të armatosura dhe vonesat në miratimin e planit të investimeve në mbrojtje. Në letrën e dorëheqjes, Halley akuzon qeverinë dhe thesarin britanik se nuk kanë siguruar burimet e nevojshme për përballimin e rreziqeve në rritjen globale. Ai thekson se situata e sigurisë është përkeqësuar duke përmendur luftën në Ukrainë, tensionet në lindjen e mesme dhe rritjen e aktivitetit rus ndaj NATO-s, ndërsa paralajmëron se angazhimet e Britanisë së Madhe ndaj aleatëve kërkojnë më shumë financim dhe përgatitje ushtarake. Dorëheqja e tij shihet si një goditje politike për qeverinë e Starmerit në një moment kur çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes po bëhen gjithnjë më qendrore në politikën britanike. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëron për sulme të reja ndaj Iranit. Në një postim të fundit në Truth Social, ai rrit ndjeshëm tensionet mes dy vendeve, duke thënë se sonte SBA do të godasin Iranin dhe do të sekuestrojnë infrastrukturën jetike të tij. Njëjtë siç ndodhi me Venezuelën. Sipas deklaratës së Trump, SBA synon të godas objektiv ushtarak iranian përfshir marina, radare, sisteme kundërajrore, si edhe të marrë në shënjestër infrastrukturën energjetike. Ai përmend gjithashtu mundësinë e marrjes së kontrollit të ishullit Kerg, një pikë kyçe për eksportet e naftës iraniane në gjirin persik. Deklaratat e Trump vijnë pas 2 ditësh për shkallëzimi ushtarak mes SBA-ve dhe Iranit, ku janë raportuar sulme kundër sulme e tensione të larta në rajonin e gjirit persik përfshir edhe ngushticën e Hormuzit. Megjithatë, mbetet e paqartë nëse këto paralajmërime përfaqësojnë një vendim për veprim të menjëhershëm ushtarak apo një taktik presioni për të detyruar Iranin të bëjë lëshime në negociata, pasi më herët janë raportuar edhe sinjale për tërheqje nga përshkallëzime të ngjashme në minutën e fundit. Ndërkohë Pakistani shpreh shqetësim të thellë për përshkallëzimin e tensioneve në lindjen e mesme. Islamabadi u bën thirrje palëve të ruajnë armë pushimin dhe të shmangin përshkallëzimin, duke theksuar nevojën për dialog dhe diplomaci për të stabilizuar rajonin. Pritjes i vjen fundi dhe sonte nis zyrtarisht Kupa e Botës FIFA 2026. Turneu më i madh i futbollit në planet i organizuar nga Kanadaja, Meksika dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ndeshja hapse luhet në Meksik, ku përfaqësuesja vendase përballet me Afrikën e Jugut në orën 21. Ky duel rikthen kujtimet e botrorit 2010, kur dy ekipet u ndeshën gjithashtu në takimin inaugurues. Më pas në Guadalajara, Korea e Jugut luan ndaj Çekis. Koreano-jugorët kërkojnë nisje të fortë, ndërsa Çekia vjen me vetbesim pas kualifikimit përmes play-offeve europiane. Mirpo Kupa e Botës 2026 do të jetë historike jo vetëm për zgjerimin në 48 skuadra, por edhe për mënyrën se si do të hapet turneu. Për herë të parë, FIFA ka vendosur 3 ceremoni të ndryshme hapse në 3 vendet organizatore, Meksik, Kanada dhe SBA, duke reflektuar karakterin e përbashkët të këtij botrori të shpërndar në Amerikën e Veriut. Pas Meksikës, një ditë më pas në Toronto, Kanadaja do të luajë për herë të parë një ndeshje të Kupës së Botës në shtëpi kundër Bosnjë-Hercegovinës, ndërsa në Los Angeles, Shtetet e Bashkuara të Amerikës përballen me Paraguay në një ceremoni të tretë hapse. Ky edicion i Kupës së Botës 2026 pritet të sjellë emocione të mëdha, surpriza dhe një garë të fortë që në ditën e parë, duke hapur zyrtarisht rrugën drejt trofeut më të lakmuar në futboll.